Dhe lajmi i fundit e pa precedente, River Plate nuk mund të grumbullohet para Superklasicos. Arsyeja është këngëtarja shqiptare Dua Lipa. Në Argjentinë, ku futbolli është fe dhe Superklasiko mes Boca Juniors dhe River Plate është ngjarja më e madhe e vitit, ndodhi diçka që askush se kishte imagjinuar. River Plate nuk do mund të bëjë grumbullimin tradicional në stadiumin monumental përpara derbit të së dielës në mbrëmje. Arsyeja thjeshtë dhe qartë, stadiumi është zënë nga 2 koncertet madhështore të këngëtares shqiptare Dua Lipa, e cila ka mbushur me fanca një nga arenat më të bukura të botës për të sjellë muzikën e saj. River Plate e kishte shndruar në traditë që gjithmonë para ndeshjes në transfer ndaj Bokës grumbulloi në stadiumin e saj, duke krijuar një atmosferë elektrizuese, por kësaj here, për shkak të koncertit të Dua Lipës, grumbullimi në stadium do të anashkalohet.